keni përbërësit e recetës? Përbërësit i shojmë që të gjitha dhe unë direkt të qepa unë do të shtoj domate që të kemi ko që të bëhet, avash. Po, shojmë pak recetën tonë të radhës të mashurkave apo bishtajave apo barbunjave, varet si e quani juve në zonat nga Randishni. Pra gjell me barbunja dhe kumbulla jeshile. Në nevojiten 800 gram barbunja, vaj ulliri, 1 ose 2 qep të thata, 1 thelpi hudhër, 1 ose 2 karota, 2 domate, kumbulla jeshile, pak miell, 1 lugë supe, gjethe mente, majdanoz, krip dhe piper. Kjo është receta e gjellës së sotme, e stinës. Gjellë e stinës duhet thënë, ka gjërat e freskëta të sezonit, barbunjat, ka kumbullat, ka gjethet e mentes, kështu që i shohim për tregjet tona dhe i ndërtojmë. Patjetër. Kaloj qepën dhe shtoj vajin që të kemë unë mundësi të bishtajat, të skuq bishtajat. E mirat dhe që unë të marrë një lugë gjelle miell që e kam këtu, sepse kemi dhe petulla. Kemi petulla. Me çaj kemi sot petullat? Me gjizë. Super. Do të shtoj. Na gjemi den, kështu er pasër. Për këtë jemi këtu. Si për mëngjes. Dikush më shkrua në Albana më thotë sa vite punë ke në kuzhinë. Më falë që nuk e kam mundësin për shumë që ti shkrua. Kur jam pasur se kam problem, them drejtë, ose ku lodhem shumë jeq. Kam aq vite sa që janë mjaftueshëm për të dhënë receta, sikurse dhe këshilla. Kam diku të 15 vjetë. Edhe sa të duhet ty që të... Që të dalë pensiona? Po, në tani jam 55. 55 e 5 muaj jam. Keko. Pra më duhet diku një 10 vjeçar që unë të punoj. Po, së shethëm vetëm berin pension, se ke shumë pensionistë që punojnë që janë në moshim aktiv. Jo, vetën e kam me kimetu, aq. Jo, 10 vjetë, pastaj duhet që jo edhe robi... Pastaj do merresh me pasionet e tua. Po, doris kalamaqit të gocës, pastaj që do bëj? Gjyshe! Mirë, pas kemi mendimet forta. Jo, dhe prapë, jo të gjithë kanë këto mendime si gjyshërë, se thonë ne kemi jetën tonë, vazhdojnë njerisin vetë, bajnë vetë. Eksperiencat e gjysheve po tregoj, si që kanë të rëfyrë në program. Le ta shtoj unë një lugë miell, e pastaj flasit dhe për eksperiencët. Se prit një dale, të martohet goca, të lindi fëmijë, pritje si herët. Peshku në det, tigani në zjarë. Dhe tigani që është me vajnë dhe me mielin, ja. Shtoj direkt bishtajat dhe i lë të skuqen. I vendos kapakun. Tani le të merreni në rritjen e kalamajve. E thuaj tani, si do ishe ti si gjyshe, për shembull? Besoj si gjyshe një, besoj. Çfarë do kishe si fokus ti si gjyshe? Do ishe nga këto gjyshe që i përkëdheli, bëj çdo gjë fëmijëve? Po, patjetër po. Unë përkëdhel kafshë dhe jo më njerëzit. Do ishe nga ato gjyshe që e zëndësojnë edhe shpeshherë edhe nënën e nipit e të mbesës? Jo, nënash. E s'dini ju, ne në kohën tonë. Jo, absolutisht. Nëna ka rritur fëmijët e vet, unë kam rritur vajzën time, që kështu vajza do drejt për të rritur fëmijët e saj, s'ka absolutisht jo. Aty nuk më merr. Kur nuk më merr, në çdo vend, jo vetëm te fëmia. Kur nuk më merr dhe shoh që hapësira ime ngushtohet, limitohet, unë di të kthehem edhe mbrapsht. Mirë, ti dëgjojnë nuk e di për tjerë, dëgjojnë ata të dy këto. Nuk është në një gjë që e kam në dorë tani, nuk e di se mund të ndryshoj. Nuk e di. Nëse unë me gjyshërit e vajzës, të dy palët kam eksperiencë shumë të mirë, kështu që... Ama vetë rritë fëmin. Me patjetër, vendimet e këto të gjitha vetë. Po pra dhe unë të gjitha. Por që eksperienca ka qenë frytëdhënëse. Unë jam rritur vetë me gjyshe, që thua. Lumë kush i ka gjyshërit dhe përfitojmë nga rasti nga ky moment që ti dhuroni sa më shumë dashuri, përqafojini fort, sepse ato në këtë moshë kanë thjesht nevojë vetëm për fjalë të mira, për një përqafim, për një puthje, për dashuri. Dhe ne vazhdojmë dhe rikthehemi me recetën e barbunjave.
Përbërësit I dini tashmë, ka mënyra të ndryshme, se cila për jush ka mënyrën e vetë për përgatitjen e tyre, dikush për shembull barbunjat, mami gatuan me këtë me qep dhe me kungull e shkap. Ka anvisa që I gatuajnë me patate, me karota. Me qep njoma, kam parë. Tani që janë dhe këto kumbullat, I japin goxha shije, faktikisht, një periudhë janë. Ato fillojnë dhe zverdhen, skuqen, kalojnë në procese të tjera. Kështu le të shfrytëzojmë sa të mundemi në gjellës, I futim dhe të bizelet. Ja, unë shë dhe karota tani. Okej, dhe shtoj dhe kumbullat. Shahinet. Opa, më pas ka shpëtuar. Si vinë këto të tharta janë apo? Po. Janë të tharta. Edhe kapakun dhe të bëhen. Dhe recetën e vazhdojmë tani të barbunjave. Kemi kaurdisur qepun, kemi shtuar në të edhe barbunjat, jeshile, kaurdisen. Kur lëshojnë një aromë më të mirë. I vendosin kapak, se kapakët janë pak miell, po janë një për të dyja. Bravo. Shtoj masën e piperit. Masën e kripës. Dhe normalisht një thelpi hudhër. Largoj dhe jemi shumë rregull. Erëzat po ashtu, piperin e kuq. Dhe të gjitha bashkë, aty të duhet pak ujë besoj, ujë pak nga koperi. Më duhet gjithë tjetër. Pra ajo luga e miellit e trash ato lëngun aty dhe e lidh më mirë. Ne preferojmë përpasere që këto gatime, të cilat duan kohë, temperaturë të ullët, gatuajmë në tavën tonë të baltës dhe I lëmë në furrë avash, marri një tjetër shije aty. Marr dhe skuq pomodorinin. I vë paksa kapakun dhe marr dhe pak ujë, Niki, të lutem. Që t'i shtoj gatimit. Shtoj disa gjethe mente. Dhe ujin të ngrohtë. Edhe këtë letrën shuk pastaj. Po. Opa. Më duhet kaq ujë. Derisa shumë pak, shumë pak. Për t'i dhënë tani me letrën, atë shijen e duhur dhe vendos letrën. Në furrën tonë po piqet byreku me lëngun e kockave. Në pjesën e poshtme. Do të donte diku te 30-40 minuta avash. Ja dhe byreku që ka rritur volumin, ka dalë mbi nivelin e vet. Do ta presim të piqet për t'ja u treguar dhe juve, dhe ndërkohë si lexova pak përbërësit e byrekut me lëngun e kockave, regjisti kërkoi të ma tregoj në ekran që edhe anvisat ta shënojnë në bllokun e tyre për ta gatuar. I duhet një pako me petë të thata, të pjekura, dhe ditët që ju I zjeni kockat, bani dhe një pjesë për të bërë këtë byrek me petë të pjekura dhe
lëngun e kockave, pra ju duhet një paku me peta, një lug gjalp, një lug vaj lule dielli, 1 kilogram kocka viçi, 4 vezë krip piper i zi. Kjo është receta. Lëngun e kockave e përzihem me gjithë pjesën tjetër të përbërësve, me vezët, me gjalpin, me erëza të tjera pasaj nëse doni t'i shtoni, dhe ja shtuam petve të cilat i coptuam, i thërmuam, i vendosëm direkt për t'u pjekur. Nuk ishte fare e vështirë. Kalojmë tek barbunjat një përsëritje, bëjmë një pauzë, dhe pastaj fillojmë me petullat. Unë të zënë pak brumin e petullave, pra dihet që... Okej. Ja dhe i gjella me barbunja dhe kumbulla jeshile, i tregoj më pas dhe për produktet e petullave. Barbunja, vaj ulliri, qep, hudhër, karota, domate, kumbulla jeshile, pak miell, gjethe mente, majdanos, krip, piper. Gjellën ne preferuam ta vendosim në furr, në tavën e baltit. Atëherë, kalojmë tek receta tjetër, ishim tek barbunjat. E përmbledhim edhe të, do ta vendosim përsëri. Patjetër, pasi është e pabërë. Po, duket që ka më shumë lëng. Gjella me barbunja dhe me kumbulla jeshile. Shihni përbërësit, barbunja, vaj ulliri, qep të thata, hudhër, një thelpi karota, domate, kumbulla jeshile, pak miell, gjethe mente, majdanos, krip, piper. Dhe ja, edhe e shishme dhe e bukur, me ngjyra. Si tironsit. Gjellë e bukur fort. Tironsit e thonë këtë. Dhe qa është kjo kur dy palët shprehin një mendim të njëjtë atë qenë. Flasin keq? Po. Për ne.